Por kemi obligim moral të dokumentojmë këto lullkuqe lirie që dhanë më të shtrejtë njët për lirinë që ne e gëzojmë sot. Edhe se cilin nga ne duhet t'javë detyrë vetës të shruaj apo të përcjellën të një rrëfim të dikush tjetër që në të shtrejtit tanë mos të nvesin në harres. Faleminderit dhe mirënjohje të pakufishme meritojmë familjarët e të vrarëve, një ashtu dhe kryetare e shoqatës Martëret e Lirisë, zonja Villana Molakur, që në mbështeten në mbledhjen e fakte dhe letra dëshmi. Pa ndikimin e tyre do të ishte e vështirë, në mos them edhe pamundur. Përbesoj që libri do të shërbej si dëshmi për brezat e rinj, ta dinë si ndodhen krimet që janë bërë mbi popullatën tonë, e që barbarët serb nuk kursyn as gra, pleqe, fëmijë. Pa ndrojtje them edhe sekret kohën. Sot zgjati lufta në Kosovë prej kur filloi deri në barem, e pata fatin të ngelen brenda të rrethuara në disa ofenziva, siç është ofenziva e shtatorit në Çavic, në fshatat e Dernicës, e tek Varrezat në Shtrim. Pash me sytë e mirë raje, vrasje, debime, duke ndarë nga kolona meshkujt e duke kestrajtuar. Por kur fillova mbledhjen e materialit për botimin e librit për fëmijët e vrarë dhe tash për vajzat dhe gratë e komunës tonë, fillova të kam një pagjëmsi, një kohë stresi që nuk e di as vetë çka po ndodh me mua. E po si ti e mirë kur t'i kujtojmë si na vranë, me të vetë tanë fëmijët në djep, qenja me papajshme, na vranë vajzat, gratë, pa i kursyr, edhe shtatë zona, mandej ndërto patat të palëvizshme që i dëgjen brenda në shtëpi. E por të mos na u përsëritur kjo pjesë e historisë sonë të dhimbshme dhe tragjike, ne nuk duhet të harrojmë, sepse liria është